Nëse protesta do të nisë të shuhet nëse nuk do të kemi një rezultat, apo nëse edhe presioni, trysnia ndërkombëtare apo e drejtësisë, siç thatë ju, nuk do të jap efekt, a jeni të mendimit që aksioni politik duhet radikalizuar deri diku që të arrihet një farë suksesi konkret nga ana politike përpos mesazhit që ka përçuar kjo dhe filozofisë frymës që ka përçuar kjo protestë? Po, forca e protestës kësaj here nuk ka qenë radikalizimi. Protesta radikale ka bërë PD-ja her pas here, më radikale dhe ato s'mund t'i quajnë shumë radikale. Ka qenë numri pra, ka qenë numri i njerëzve. Dhe unë lidhur me radikalizimin pastaj duhet diskutuar se ç'kuptohet me radikalizim, po duhet kuptojmë se realiteti shqiptar është shumë i vështirë sepse në botë ka radikalizime paqësore, siç mund të jenë për shembull bojkotimet edhe të këtyre oligarkëve për shembull që janë kemi një qet kastrati ne për shembull që i ka të gjitha me ndërtime, me këto resorte që ndërton, po ka dhe karburantit, po ka aeroportit, ka dhe ku di unë, çfarë nuk ka, dhe mundet në një vend të tetruar me kulturë demokratike mund t'i përshtirë njerëzve që bojkotoni komplet produktet e tij, mos shkoni të merrni mirë, po kjo kulturë mungon njëkohësisht siç thash këtu është dhe problemi i krimit të organizuar që s'ke si e bojkoton ekonomikisht, sepse ai është i paligjshëm, nuk është se këtu ka, domethënë nëse ti do të bojkotosh krimin e organizuar, atë mund ta bojkotoj vetëm drejtësia duke i kapur dhe duke u sekuestruar, konfiskuar pronat, por njerëzit s'kan çfarë u bëjnë, kuptoti? Radikalizim paqësor, them. Pastaj ka tendenca për shkulur gardë, kanë filluar të shkulin këto gardët që kanë vënë këta për këto projektet andej këtej, që zaptojnë dhe toka njerëzish dhe edhe interesa njerëzish aty rrotull. Por megjithatë unë ngulmoj nga ana ime se kjo mund largoj një pjesë njerëzish paqësor siç janë protestë dhe radikalizimi në një regjim që është i strukturuar shumë më mirë për të shtypur edhe me këmbë pakicat që mund ngren kokë, ndoshta mund mos ishte produktiv. Unë jam për thirrje qytetarëve për të mos u ndarë sheshit dhe për të shtuar në numër vazhdimisht.